I duhet kjo që ka nisur, thjesht qëndrueshmëri. Sepse Rama nuk bie nga brenda. Dhe njerë kam thënë shpesh që kur nuk ra Erdogani, që pati 10 fish më shumë se kaq, sepse pati vetëm protestë, më pati edhe ushtrin kundra, i bën puç. Pati edhe drejtësinë kundra, diçka kundra, kur nuk ra ai, nuk bien ato kratë vet. Kur? Pra ose në dhuna që Shqipëri përjashtohet, funksionojnë në Ukrainë, ose e dyta është faktorit ndërkombëtar. Do këtu bazohem. Pavarësia e Shqipërisë, s'mjafton të thjesht Ismail Qemali, duhesh edhe kancelaritë e Paronit. Vendet e vogla Shqipëria të duhen të këmba e protestës dhe këmba e huaj. Por që këmba e huaj të funksionojë, duhet që këmba e huaj ta kuptojë që ky nuk është bllaf. Ta nuk të rriqem. Këmba e huaj funksionon edhe ajo me raport force, shikoni që mos në Iran. Gjithçka kur sot në Ankara për NATO, gjithçka është raport force. Pra, kësaj hipoteze, meqense edhe po të jenë ta 1 milion ai nuk bie. Pra, duhet qëndrueshmëri, qoftë edhe 1.000, qoftë edhe 500, po qëndrueshmëri. Sepse që qëndrueshmëria do ka filluar krijoj tashmë tek kombëtarët një lloj turbullimi që të duhet një zgjidhje politike së mund vazhdojë më kështu. Sepse po vazhduar kështu edhe nëse 1.000, edhe gjithë që se bie grupi në 1.000 gjatë verës. Dhe nuk ndalon. Vjen shtatori, por shtatori pastaj vjen shkolla. Edhe ndërkombëtarët janë detyruar të bëjnë këto lloj projekcionesh. Prandaj Gjesi Ramës është ta mbysë sa më shpejt, që ndërkombëtarët mbaroj episod si në Francë me Heribertë mbaroj. Prandaj qëllimi i tyre nuk është të mbysë sa më shumë njerëz, qëllimi i tyre është për mendimin tim në protestë sot, vetëm rruga është që të vazhdojnë të qëndrojnë. Që në numër i vogël. Dhe nëse pastaj ndërkombëtarët e integrojnë këtë fakt që këta nuk zbrapsen. Çfarë do të bësh dhe koha në rast punon për protestën. Atëherë do të detyrojnë këta të ulin Ramën, dhe Rama nëse nuk ulet pastaj një fishkëllim, një zgjidhje Spakut dhe Spaku pastaj mbaron të mohabet.